Bashkia Korçë u ka kërkuar tregtarëve ambulant dhe jo vetëm, atyre që ushtrojnë aktivitetin e tyre në pazar, pas teatrit si dhe tregtarëve të tjerë që operojnë përgjatë pazarit të vjetër, deri tek shërbimi zjarfikës, të lirojnë hapësirat publike. Një gjë e tillë ka sjellë reagimin e tregtarëve, të cilët këto hapësira sipas tyre i kanë përdorur për të reklamuar mallin që tregtojnë. Sipas vetë tregtarëve, në rast se nuk lejohen të reklamojnë mallin e tyre, e kanë të pamundur të ushtrojnë biznes në këto zona. Erdhën policisë bashkiake, në një rast gjë vetëm qepenin vetëm dera tjeta, por asnjë reklam nuk ka. Shkaku se dim, kaq. Nuk e dim tani, janë shkuar në bashki të dëmtohemi, ne jemi të dëmtuar dhe me reklam jemi të dëmtuar. S'ka njerëz Korça, 3-4 gjëra shumë të falimentuar jemi me reklam, jo pa reklam. E bie tani që ti morëm politike. Asgjë ja shkuan shokun në bashki, atë shkojnë gjëra më. Do ikim çfarë do bëjmë, po s'reklamuam së vijim. Po s'reklamuam çfarë do bëjmë. Po të hapim të paktën një çik reklam. Po nuk njihet si dyqana inje. Çfarë do bësh ti aty brenda po nuk hap. Pastaj nuk zem ndonjë. Ktu është një gjë e fshehur, një rrugë e fshehtë. Po ku ka njerëz, mosha mbi mua, 60 vjeçarët e lartë, 70, 3 herë shesim një gjë, njëre sjellin, njëre kthejnë, njëre të shajnë, njëre të flasin. Në këto tregje ushtrojnë aktivitetin e tyre më shumë se 200 biznese, ndërsa bashkia pas një takimi që ka patur me një përfaqësi të këtyre tregtarëve u ka bërë me di se mund të reklamojnë mallin e tyre në një hapësirë të kufizuar pa cënuar lëvizjen e lirë të qytetarëve.